Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural informon fermerët se kësti i dytë i pagesave në kuadër të skemave kombëtare të mbështetjes për vitin 2025 është kaluar brenda datës 31 dhjetor, deri në orët e vona të ditës, në përputhje me procedurat financiare në fuqi. Fondet përkatëse tashmë, thot AZBR, janë transferuar në bankat e nivelit të dytë dhe po kalojnë gradualisht në llogaritë bankare të fermerëve përfitues. Me miratimin e aktit normativ numër 11, datë 19/12/2025 të Këshillit të Ministrave për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 115/2024 për buxhetin e vitit 2025 të ndryshuar, botuar në fletoren zyrtare numër 239, datë 23/12/2025, buxheti të Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural i është shtuar fondi prej 1.960.406.000 lekësh. Ky fond i shtuar është i destinuar për kryerjen e pagesave në kuadër të skemave kombëtare të mbështetjes, masat 1/8 për vitin 2025. AZBR ka punuar pa ndërprerje në ditët e fundit të vitit për të mundësuar kalimin e 50% të mbetur të pagesave, të cilat po shpërndahen aktualisht në llogaritë bankare të rreth 65.000 fermerëve përfitues, përmes bankave të nivelit të dytë. Sipas Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, ky institucion mbetet i angazhuar që edhe në vijim të garantojë mbështetje për sektorin bujqësor dhe zhvillimin rural.